Tiparet dhe personaliteti i personave që kanë lindur në datën 28 gusht. Këto persona i përkasin shenjës së virgjëreshës. Ato kanë një natyrë krijuese dhe një mënyrë të veçantë për të parë botën. Ato e kuptojnë lidhjen mes natyrës, bukurisë dhe artit, sepse ana e tyre e brendshme shoqërohet dhe me një forcë të madhe, të cilën i bën këto persona të kenë besim tek vetja dhe tek ambienti që i rrethojnë, natyra dhe gjithçka e bukur. Megjithatë, nëse një person mendon keq për ta, nëse ja thot, nëse ja tregon me xheste apo e lë të nënkuptojë, ato vriten shumë shpirtërisht. Ndoshta mund të mos e tregojnë, por e ndjejnë në brendësi të tyre. Në dashuri, të lindurit e datës 28 gusht mund të përjetojnë një përplasje mes dëshirave të tyre dhe anës së ndjeshme emocionale. Për këtë arsye, ndonjëherë nuk e kanë të lehtë të kuptojnë se çfarë dëshiron partneri nga ato. Mund të tërhiqen si nga lidhjet e bazuara tek ndjenjat dhe miqësia, ashtu dhe marrëdhëniet ku tërheqja fizike është shumë e fortë. Ato kërkojnë dashuri, romancë dhe frymëzim, por mund të zhgënjehen kur idealizojnë një person dhe nuk marrin atë që kanë shpresuar. Mësimi i rëndësishëm është të mos pranojnë një lidhje që nuk i plotëson emocionalisht. Kur gjejnë personin e duhur, bëhen shumë të gatshëm për një marrëdhënie të qëndrueshme dhe me kuptim. Në familje mund të jetë fëmia i preferuar. Ndonjëherë kjo shkakton xhelozi tek tjerët, tek motrat dhe vëllezërit. Megjithatë, ato krijojnë lidhje të forta me të gjithë familjarët. Ndërsa si prindër ato janë të përkushtuar dhe kujdesen shumë për fëmijët e tyre. Por duhet të kenë kujdes të mos i shtyrë shumë drejt asaj që mendojnë se është më e mira për ta. Në punë, personat e 28 gushtit nuk e kanë problem të jenë në qendër të vëmendjes. Madje kanë aftësi për të drejtuar njerëzit dhe për të nxjerrë në pa talentin e tyre. Janë ambiciozë dhe kur vendosin një qëllim punojnë fort për ta arritur. Nuk kënaqen me minimumin. Shëndeti, këta persona kanë një lidhje të fortë me trupin dhe mirëqenien fizike. Mund të jenë të kujdesshëm për ushqimin, por jo domosdoshmërisht të ndjekin dieta shumë të rrepta. U kujtojnë të tjerëve se pamja duhet të lidhet edhe me brendshmërinë e tyre. Për to, aktiviteti fizik dhe rutina e shëndetshme është shumë e rëndësishme. Megjithatë, astrologjia thotë se ato duhet të menaxhojnë emocionet e forta, si zemërimin dhe tensionin e brendshëm. Prandaj kujdesi për trupin dhe mënyrën e shëndetshme për të çliruar emocionet është pjesë e ekuilibrit të tyre. Dhurata ideale për ta, nëse do të bësh një dhuratë, një qyri aromatik, shkopi aromatik janë zgjedhje të mira. Ato përrin të vlerësojnë një ambient të këndshëm, të ngrohtë dhe me aromë të mirë. Nëse zgjedh një libër, një roman me histori të fortë dhe një personazh që lufton për idealet e tij, mund të jetë i duhurit për natyrën që kanë. Të lindurit e datës 28 gusht kanë nevojë të gjejnë diçka që u jep kuptim jetës së tyre. Ato kërkojnë diçka që i frymëzon dhe i prek në një nivel më të thellë. Sipas këtij interpretimi, ato duhet të largojnë ndikimet që i lodhin emocionalisht dhe të vendosin kufi të qartë me njerëzit e tjerë. Kur kuptojnë se çfarë duan vërtet dhe ndjekin rrugën e tyre, kanë shumë forcë të ecin përpara. Ato mund të shkëlqejnë në fusha ku kombinohen aftësia praktike dhe ndjeshmëria, si arti, mjekësia, kujdesi për të tjerët apo fusha që ndihmojnë njerëzit. Pikat e forta, ato janë të mirë nga brenda, krijues, me imagjinat, ambicioz, udhëheqës të mirë, të përkushtuar në dashuri, punëtor, të lidhur me familjen dhe kanë intuitë të fortë. Dobësitë preken shumë nga kritikat, mund ta idealizojnë partnerin, janë të paqartë në dashuri, e kanë të vështirë të lëshojnë një lidhje që nuk i plotëson më,
Kanë emocione të forta të fshehura, janë perfekcionist dhe ndonjëherë janë të ashpër me veten. Nëse njeh një person që ka lindur në këtë datë, mund t'ia dërgosh këtë video.